Unë me gjesë një vëllaj mi konë Francia 4 vjetë. Një vëllaj qëtër edhe një djali vëllaj tjenë konë Gjermani edhe të 3 vjetë. Edhe bom do që ato shkafite hajde ta fillojmë një biznes të të shpia, filluam që është me bloka. Kështu fliste para pak vitesh për kohën kur i ndjeri Shaip Susuri së bashku me vëllezrit e tij. Kishin vendosur për të themeluar kompaninë Vëllezrit e Bashkuar në fillim të viteve të 70-ta të shekullit e kaluar, e cila më pas, fal funksionimit të suksesshëm ndër vite, u shndrua në një nga kompanitë më të fuqishme në rajonin e Prizrenit dhe Mexher. Ai sot është varrosur me nderime nga shumë pjesëmarrës në varrezat e vendlindjes së tij fshatin Zhur. Bashkëvendasit e tij, Skënder Susuri dhe Selman Eleskurtaj, thanë se të ndjerin do ta kujtojnë si një personalitet i veçantë që kontribuoi jo vetëm për komunitetin, duke lënë pas vetes vepra të paharruara humane dhe njerëzore. Po, unë Haxhi Shaipin e njoh si një figurë e madhe, ta quaj ashtu personalitet i fuqishëm i Zhurit, i cili ka kontribuar edhe në jetën ekonomike, publike, shoqërore, por mbi gjitha ka qenë një njeri shumë human, shumë fisnik, dhe përkundër moshës humbja për Haxhin është e madhe, e pakompenzueshme, ngushëlloi familjen, komunitetin. Inshallah i madhi Zot është problem me xhenet. Ndjeri Rahmetlia, përveç se kalon ky si person, ky edhe familjen e kanë traditë, se janë familje me traditë që kanë lënë për të mirë në gjitha drejtimet, kanë ndihmu njerëzit, kanë ndihmu ky, ka qenë i veçantë. Edhe me mosh, kështu ka qenë i madh shumë, afër 100-shit, kështu që kësi njerëz pak kemi këtu në këtë drejtën tonë. I biri i të ndjerit, Seferi, tha se sot jemi ndarë nga familjari ju një shtrenjt, i cili ka qenë shembull që udhëzime dhe këshilla që na ka dhënë, ka qenë udhërrëfyes jetësori të gjithë neve si breza të rinj të familjes. Ai me këtë rast falenderoi të gjithë ata që po i qëndrojnë afër në forma të ndryshme në këto momente familjes, për ta ngushëlluar me rastin e ndarjes nga jeta të familjarit të tyre të dashur. Paraprakisht falenderit gjithëve për ngushëllimet, falenderit për vizitat, falenderit për gjithë shkat të tjeret që sot kanë bisedu edhe kanë kujtu babën tem, babën Haxhi Shaipi. Kështu që për atë aq shumë kemi kujtime, dhe kemi kujtime veç të mira sa që një jetë me jetu, ne s'mundim ndoshta me i deshifru ata të gjitha ata. Përsa i përket kujtimeve më të mira unë i kam në aspektin e edukimit si fëmijë. Kur kemi fillu na mu rrit pak, në kuptimin jetësor, e kemi pa se çfarë mesazhe dhe çfarë edukimi na ka bëjë, sepse jemi përballë pastaj nëpër literaturat ndryshme me ato që ai na ka edukuar gjersa na ishim fëmijë, e kur jemi përballë paralel edhe me arsimimin edhe me literaturat e ndryshme, kemi thonë ku po i din ai këta, ose ku i ka mësuar këta. O Allah i plot fuqishëm, në këtë vend e vendosëm këtë rahmeti. Ndryshe, Haxhi Shaip Susuri ka ndëruar jetë mbrëm në moshën 98 vjeçare.